e një akti kriminal pas shpine e kryeministit që bëhet në raport me drejtsinë shqiptare, sepse thash, ne kodin e procedurës e kemi të nevojshme për ta ndryshuar, por jo për të ngutur dhe për ta ndryshuar për rastin, po për ta ndryshuar për të krijuar një frym të re në procedurë, sepse realisht ne kur vjen puna për procedurën për qytetarët e thjesht e shkelim me të katër këmbët dhe i mbushim burgjet dhe i mbajmë me spaqator, me shpërndarës droge, e mbushim, ose me hajdut pulash, ndërsa ata që vjedhin me qindra milion euro, normalisht për ata kërkojmë t'i heqim mandatin, ta zvarrisim mbledhjen e komisionit të mandateve, jo po të sulmojmë prokurorin, jo po të sulmojmë spakun, të sulmojmë gjykatën. Pra, qasja e kryeministrit në rastin Balluku është qasje që e kalon çdo standard qeveritar, sepse një kryeministër duhet të shqetësohet më shumë për të paraburgosurit popull, që për te asaj që s'ju ka kriju kushte e tjere që është sistemi i paraburgimit dhe i burgjeve në Shqipëri është atje ku është, që e din të gjithë, për të cilën shpesh herë janë kontradiktore dhe janë konstatuar dhe nga avokati i popullit, por gjithsesi domethënë në qasja e kryeministit në këtë formë për të mbrojtur Ballukun, e lexon çdo shqiptar, jo ma Shtetet Bashkuara të Amerikës, ekspertët e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Por duhet kemi parasysh 3 gjëra. Kryeministri i Shqipërisë ka bërë 3 herë autogol sa herë ka shkuar tek drejtësia. Do ma sqarosh? Jo, 1, 2, 3. 1. Kryeministri i Shqipërisë ka fluturuar me avion, me helikopter dhe i ka bërë presion politikës në Kosovë për krijimin e prokurorisë speciale, që sot janë udhëheqësit e UÇK-s përpara dënimit nga 45 vjet secili. Në 2015-ën, kur përpara se të miratoi, po pra, shkuar kryeministri i Shqipërisë është një interlokutori dhe nxitësi kryesor i politikës i opozitës dhe majorancës për të krijuar gjykata speciale. E ka bërë për të treguar se ishte burri i shtetit dhe ishte i vogël për Shqipërinë, po duhi dhënë mend të tij duheshin edhe për Kosovën, për rajonin e për Megjor. E dyta, është kryeministri i Shqipërisë që kur kërkonte opozita me ngulm interpelancan kryeministrit dhe ministrave për çështje kardinale që kishin të bëshin me korrupsionin në parlament, kryeministri i Shqipërisë me autoritarizëm dhe arrogancë ka ndryshuar rregullorën e parlamentit. Ka kërkuar ndryshimin e rregullorës së parlamentit dhe kemi 3 vite që në parlament nuk i jepet e drejta opozitës, po dhunohen deputetët e opozitës, dënohen, përjashtohen vetëm deputetët e opozitës. 2. Kjo. E treta, kryeministri i Shqipërisë iniciatori kryesor për të ndryshuar nenin 222 kodit procedurës penale, jo për të mbrojtur Ballukun, për të mbrojtur veten. Fiksoje mirë, sepse dje është lexuar që kryeministri nuk e ka hallin më ke Balluku dhe këtë e di dhe Balluku. Dhe Balluku ka filluar lëvizjen brenda Partisë Socialiste. Dje nuk u krijuan 71 vota në parlament. Balluku ka filluar sepse deputetët e Ballukut nuk shkuan në parlament për të votuar. Se e ka kuptuar që loja është e Ramës për ta flakur Ballukun vetëm të shpëtoj vetë. Dhe jo pa qëllim dje u pezullua seanca sepse ai burri prej Leshi nuk e garantoi dot 71 votat. Rikthehem sërish të Prençi, shumë faleminderit. Një shpjegim i gjatë, Karanja. Kjo lëvizja e Agaçit, sepse do të kujtojmë siç e tha edhe Prençi, numri 2 në kryeministri, ka shkuar 2 herë në SPAK, pak në çfarë është publike, ka dhënë shpjegime për 3 orë, do të japë shpjegime për 3 orë, do thotë që e pyetur shumë nga oficerët. Sigurisht për inceneratorin, ka thënë ai. Si lexon këto lëvizje? Janë lëvizje kryesisht politike apo lëvizje të cilat diktohen nga SPAK, nga drejtësia? Agaçi bërë edhe një postim Facebook që edhe vjet po të kemi nuk doli për një farë kohë në publik, është e vërtetë që është zhdukur një farë kohë, por bërë një prononcim publik që kam qenë shumë keq nga ana shëndetësore. Kam pasur probleme me zemrën. Dhe më vjen keq. Konfirmuar dhe nga kryeministri për i trajtimin italian. E konfirmuar nga zemra dhe zemrat po të shohim personat e trajtuar me zemër duhet i bish mbrapa këtij
trajtimi, sepse në të kundërt rrezikon pasoja fatale. Unë mendoj që për shkaqe shëndetësore ky zyrtar i lartë, më të them, është larguar nga kjo detyrë. Është larguar vetë me kërkesë me drejtë, sepse nuk mund ta përballoj dot, sepse puna ka, domethënë që ti jesh i angazhuar tërësisht në një punë, duhet të jesh në rregull nga ana shëndetësore. Konstatohet një dëmtim shëndetësor, i cili pra një pengesë shëndetësore, po thua. Një pengesë, unë i referoj çfarë kanë thënë vetë. Domethënë këtë është e vërtetë që është pyetur në SPAK 3 orë, por jo tash, domethënë ka kohë. Kam vitin e kaluar e kaluar. Unë mendoj që është i smur, pra është i smur, nuk është se e ka saju smundjen, sepse mund ndodhë që edhe sajohet smundja për kur ke probleme me drejtësinë. Po e them me kështu, që të juroj shërim të shpejt që të kthehet, domethënë, kthehet për vetën e vet dhe për familjen e vet. Pra nuk është se lidh tipikisht me çështjen e drejtësisë. Çështja që në drejtësisë ai është pyetur, ka dhënë sqarime dhe janë po mendoj ka qenë spekullim që ai është pyetur 10 vjet. Di ka pasur një gabim ka përshtypjen nga shëndetësore është e tillë që nuk mund ta ashtros këtë punë dhe është larguar të vijë një person tjetër që është kushte optimale, sepse puna do për kushtim. Pra do të jesh sidomos edhe nga zemra që është një organ jetësor, duhet të jesh në gjendje pune, që të shkosh. E qartë. Tjetra çështje ku duhet ndalem, Komisioni Evropian ka kërkuar trajtimin ose adresimin pa vonesa të imunitetit të Ballukut në kuvend. Kryeministri thotë që nuk ka urgjencë trajtimi i kësaj çështje pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ndërkohë paraprihen ndryshime. Çfarë kupton nga ndërkombëtarët? Është një tjetër faktor i cili ka kontribuar për reformën drejtësi. Ndërkombëtarët, ande duhet ta sqarojmë një diçka. Reforma drejtësie kemi diskutuar dhe stërdiskutuar. Qëllimi kryesor ka qenë ofrimi i drejtësisë qytetarëve në kohë. Kjo dështoi hiku. Afatet e arsyeshme zbohet fjalë aksesit fjalë. Tash ka ngel vetëm një kavo. Është e vërtetë që SPAK-u ka ecur para në ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë. Kjo është kavo çeliku që po e mban fort reformën drejtësi. Po e dashur pa dashur Rama vetë me këto dhe qeveria, sepse tash s'mund të themi për opozitën që ka 13 vjet që ka ikë nga pushteti. Tash ti je në pushtet dhe me logjik, s'mund të procedosh një person që s'ka gjë në dorë. Shpërdorimi i detyrës për funksione zyrtare. Dhe kaq kohë në pushtet i biqet çështjet penale. Jemi në 2026 deri në 2016 që është afati parashkrimit ndjekjes penale, 2016 ne kush ka qenë në pushtet? Se 10 vjet është parashkrimi i ndjekjes. 10 vjet për shpërdorimin e detyrës, për falsifikimet. Prandaj është kavo e çelikut që ka ngel vetëm një është SPAK-u. Pra SPAK-u duhet edhe ndërkombëtarët duke qetur keq sepse kanë investuar kaq shumë në Shqipëri dhe dështoj lanë shqiptarët pa drejtësi, pa duhet të ketë diçka pozitive. Prandaj syt janë gjithë te SPAK-u. Dhe SPAK-u duhet lërë të bëjë punën e tij, të respektohen procedurat ligjore. Procedurat ligjore për heqjen e mandatit, të mblidhet mandati, është më mirë që kjo çështje më mirë të rrezohet si kërkesë. Shumë rrezo, morë një vendim politik sesa të zvarritet në procedurë. Sepse këto janë procedura që nuk ka më kuptim. Pritet vendimin e gjykatës kushtetuese, ai Terri sipas ligjeve që ke bëvë, se ligjet i ke bëvë. Edhe pse s'kishte lidhje. Edhe pse s'kishte lidhje. Megjithatë, e deshe këtë mbaj. Pezullimi me mandatin nuk ka lidhje fare. Ka lidhje fare, po megjithatë e marrim të mirë qenë se ka lidhje, nuk ka lidhje se janë masa të ndryshme. Jo, me mandatin. Me mandatin. Pezullimi me mandatin nuk ka asnjë lidhje. Megjithatë, e marrim të mirë qenë se ka lidhje, është ashtu siç thotë ti. Ti aku e ke tra vendimi, është zgjidhje ligjore. Ligjin e ke bë vet, ma e vet, tash shpreh. Por e mblidhu mos ja hiq. Sepse zvarritja e procedurës jep një faturë shtetit dhe qeverisë. Duhet kemi parasysh SPAK-un, pretendimet e SPAK-ut janë zyrtare. Rrezikohet për shumë çështje penale. Pra ky është pretendimi i SPAK-ut. Është e drejtë, do ta zgjidhë gjykata. Po për momentin e flasim, rrezikohen provat të SPAK-ut. Them një gjë tjetër tani për shtesë, vendimi i gjykatës kushtetuese, ai vendimi pa vendim që sigurisht e rrëzoi kërkesën e kryeministrit, thotë që ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Në fletoren zyrtare nuk është botuar akoma. Vendimi i gjykatës kushtetuese i përket datës 6 shkurt. Ka kohë kushtetuesja ta zbardhi deri në datën 8 mars afati 30 ditor. Dhe nëse në datën 30, domethënë respekton 30 ditëshin, mbas 30 ditëve ja çon fletores zyrtare, fletora zyrtare mund ta botojë deri në datën 23-15 ditë. Për shkak të ngarkesës. Për shkak të ngarkesës. Ose nuk ka letër. Shkojmë 45 ditë ne këtu. 45 ditë Balluku është në detyrë. Praktikisht ligjërisht. Andi, prit një sekond.
Tani, po të doj qeveria me lujt, me drejtësinë lusi të doj. E ka ndore, dira, ma le të vazhdoj të lozë. Po mos harro një diçka. Që? Vendimi i gjykatës kushtetuese për pezullimin e pezullimit Po? është botuar në fletorën zyrtare atë ditë që mbledh gjykata në orën 21 darkës. Po. Jashtë orarit zyrtar. Hyri në fuqi me një herë. Me një herë. Po, kurse ky është pas botimit të fletorës zyrtare. Prit. Po, jo dhe i në fletorën zyrtare, po është botuar natën, mas dite. Është botuar, mos harrohem, direkt ka shkuar në orën 18:00 mas dite edhe është botuar. Skaluar 24 orë, po më thua. Po pra, skaluar 24 orë dhe u botua, dhe u fut fuqi. Ky tani. Tashti, zvarritja e qeverisë shqiptare për ta botuar në fletorën zyrtare vendimin e gjykatës ku qeveria e ka dorë. Fletoria zyrtare nuk është e qeverisë shqiptare, nuk është e gjykatës kushtetuese. Po. E kupton. Tani, ky zvarritje lexohet edhe nga amerikanët, edhe nga evropianët, si masa represive të qeverisë shqiptare kundër drejtësisë shqiptare. Sepse ti kur heq një mas sigurie, turra vrap. E kupton? Kur ti je në kushtet e masës sigurisë për varësit tua të akuzuar për vjedhje, se shiko, ne nuk e kemi vetëm të akuzuar nga spaku. Zotëri, është vendimi i gjykatës. Është vendimi i gjykatës posaçme. Pra do thot nuk është dyshim i arsyeshëm me prova e një prokurori dhe një oficerit të BK-s. Është mbledhur një gjykat e specializuar, gjykata më e mirë, gjykata e posaçme në Shqipëri, dhe ka marrë një vendim bazuar mbi provat që ka depozituar dhe argumentat që ka depozituar spaku. Dhe ka marrë këtë vendim, pezullimi. Tani, kryeministri i Shqipërisë, përtej asaj që e atakoi në gjykatën kushtetuese, me mos botimin fletore zyrtare, bëhet pengesë për t'i dhënë kohë, për t'abuzuar, për të ndikuar, për të intimiduar. Se Karanja po thoshte për provat pra. Domethënë, prokurori i Spaku, Dritan Prençi, ka pasur si le të themi si pikë synim apo si pikë referencë prishjen e provave dhe prandaj kërkuan pezullimin, kërkuan dhe arrestimin. Tani zonja ligjërisht, nëse përkthem shumë më korrigjo nëse jam gabim, Karanja, se jeni të dy njohës të ligjit, i bie që vazhdon në detyrë sepse nuk ka hyrë në fuqi vendimi i gjykatës kushtetuese. O zotri, ai le të vazhdojnë detyrë edhe këtu e 15 vjet nuk e pastron dot mëkatët dhe bëmat që ka bërë në pozicionin e punës bashkë me drejtorët e vet. Sepse Spaku ta ka bërë publikisht ka një çështje për ndikim në pabarazi në tendra dhe nuk kemi futur akoma hetimeve dhe themel për të parë sa inerte, sa gur, sa zhavor, sa hekur është futur në tunel. S'ka marrë hetimi. Kemi edhe një 7-8 akuza, 9 akuza, 10 akuza të tjera që kanë të bëjnë me unazën e Tiranës. Edhe ka një 18-20 tjera që kanë të bëjnë me rrugët e Shqipërisë që të gjitha kanë shkuar në pru. Din ti në investim të qeverisë shqiptare, investime strategjike të infrastrukturës që kanë kushtuar mbi 100 milion euro që të ketë mbijetuar qoftë 3 muaj pas inaugurimit, të gjitha kanë rënë. E kemi folë dhe një këtu. Duke filluar nga rruga Arbrit, nga rruga e Ersekës, nga rruga e Qukës Qafloq, nga rruga Librazh të Qafthan, aeroporti i Vlorës ka përfunduar ngremin. Ku do prishën provat? Po ti ke biseda live të kryeministrit të Shqipërisë me kompaninë turke për çështjen e aeroportit të Vlorës edhe për çështjen e tunelit të Llogaras. Ku do fshihen këto? Po ki parku i famshëm i Durrësit. Ekoparku. Po jo më kemi dy parqe. Kemi ekoparkun, kemi edhe të bëjmë dhe një zonë me atë zonën ku Duranën. Kemi dy parqe. Se Durana është... Këtu e mush veni me parqe, po parkun se shohim dot. Jo, park s'ka aty. Aty ka pasti. Aty ka park, po ka bar dhe edhe dele që kullosin. Po, bar dhe dele që kullosin, po që fshihen parat. Pa i ditë edhe një gamor aty tu kullot. Shiko kalova, tani përdoro shumë emra ekoparke, Durana e tjerë, atje pastron parat e vjedhura të qeveritarëve. Pra, në këtë kontekst, nuk mund të fshihen bëmat, sepse këtu nuk diskutohet. Shiko, me thot njëri në Facebook,
thotë se përdora një shifër, unë përdora shifrin që e ka nxjerrë kontrolli i lartë i shtetit, që thotë që qeveria shqiptare e ka pa adresë mbi 9 miliardë euro. Dikush tjetër thotë 10. Edhe më thotë njëri në Facebook, po nga e di ti se unë se di mo i referohem institucioneve të besueshme të shtetit. Që kanë dhënë po ka një problem. Ju duket pak mjafton që kanë bindjen te majta dhe thonë, ore le të vidhemi natë ditë, vetëm qeveria të ri kjo që është. Kënaqen patronazhistët dhe komunistët, kënaqen thotë le të na vjedhi, po të na vjedhi Edi Rama. Mor zotëri, e supozojmë që nuk janë 9.3. Por qeveritarët kanë vjedhur 1.3. 8 tjera janë shpërdoruar ndryshe. Prençi do të thoshe ndryshe atë. Jo, do t'i thoshe 9 rruga kombi për shembull. Kështu e bërë. Jo. Se kam parë. Ngoj kopjove ti këtë. Nuk e kam parë. Po kaq pra, e kam krahasuar. Okej. Mirë, pra sepse debatin në televizion e kisha me Albatros Regje. Dhe i thash, Albatros, mbaje me kos. Na kanë vjedhur 9 rruga kombi. Shprehimisht. Po, është kështu ka qenë dhe një patronazhist adresonte në adresën time pse gënjen. More nëse unë gënjej, inshallah gënjej unë. Se gënjeshtra ime nuk ka faturë. Kurse vjedhja e qeveritarëve ka faturë se 1.3 sikur të kenë vjedhje, 9.3. 1.3 miliardë euro, Shqipëria është shumë e varfër, është bërë nami 10 vjet për rrugën e kombit, po ama rruga e kombit sot s'ka asnjë shembje. Zero shembje. Është mirë. Të ndalemi edhe tek një çështje e fundit. Por përpara se kaloj te çështja e fundit, po ta bëj edhe një pyetje Karanxha se e dua edhe një mendim tjetër. Po, unë do ta jap. Këtë gjitha këto tentativa të le të themi të qeverisë, të kryeministrit, ne mund t'i le të themi t'i lexojmë si të duam, përpjekje të dëshpëruara, mund t'ia fundi si do jetë, si e mendon? Do jenë ndërkombëtarët përkrahas të kësaj gjëje apo do ta themi shkurt që si e mendon? Nëse ndërkombëtarët nuk insistojnë këtë rast, sepse është ndryshimi i rregullave në mes lojës. Po t'ishin bërë më përpara me shkencëtarët e reformës në drejtësi, ata që kanë sjellë këto pasojë kaq të rënda që kanë lënë popullin shqiptar pa drejtësi, atëherë po. Atëherë me shkencëtarët e reformës në drejtësi që kanë bërë nuk mund ndërhyret, sepse vetmja kavo që kanë ngelë është e vetmja pikë që është pozitive që duhet ta pranojmë, që janë proceduar zyrtar të lartë të SPAK-ut, që po u ndërhyj, kjo është ndërhyrje. Fakti që dhe vetë përfaqësuesit e SPAK-ut kanë pas pretendime para gjykatës lartë, dhe gjykata e lartë këtë çështje e ndau sipas ligjit në favor të SPAK-ut, kështu e ka bërë ligji, kështu ndeshja është e fituar nga SPAK-u në gjykatë kushtetuese. Ti të gjithë mekanizmat që të zhbukojë. Duke qenë se ti e bën ligjin kështu që duhen 5 vota e sipër që të kalojë se kështu është bërë. Është fuqizuar në 74 që e diskutojnë, i kanë bërë vetë, i kanë ditë mirë, e kanë ditë Marini kundër Shqipërisë. Ora të ka rënë kërkesa pik. Tani të ka rënë. Të shohmi diçka që më bë përshtypje. Që është? Erion Veliaj për shkak. Po, Erion Veliaj kishte thonë dëshmimtarë që shikoje punë, mos fol atje, mos fol të bëj fjalë për çështje veshmbathesh. Po. Pra dëshmimtarë do i thak shumë tha. E orientoi, ëh? E lanë në burg kaj vit. Kurse këtu po thot SPAK-u më kanë ndodhur kjo, më kanë ndodhur. Pra është standard dy fish. Me rastin e Erion Velis veprohet ndryshe, me këtë rast që dyshohet për 10 tendra. Dyshohet flas, duhet jemi saktë, është parimi prezumimit të papajësisë, mbahet qendrim tjetër është Erioni për çështje personale, për çështje veshmbathesh. Mos harrojmë që doli në media që kishte blerë gruaja vet një pal veshmbathje 260 euro. Po. Pa ndoli kjo pjesë nga dosja dhe tash a mund ngrasohen këto me një tunel për shkakun të prishur ose me një shpërdorim. Prandaj këtu mendoj që ndërkombëtarët, në rast se ky ndryshim e bën tani pa konsultim gjerë. Me konsultim gjerë të kupton që të zgjidhet kjo punë siç është për të zgjidhur, por duhet një analizë plot pse është arritu. Sepse neve vazhdon gabimi, vazhdon dhe nuk dilet pse doli këtu. Dali, pse u bë ky ligj kështu? Pse doli, kush e ka propozuar? Se ndoshta folën për grupin e puçistëve. Po, grupi puçist. Pra, të kapet grupi i puçistëve, pse e bën? Se grupi mund të nxjerrë ligj tjetër. Ishim të paaftë. Qofse i paaftë, pranoj që jam i paaftë i bën ato ligje, por mos janë shumë rasti ti premç tregon që ka edhe brenda mazhorancës ka grupe të cilat mendojnë Karanxha para 5 vitesh. Foto ambasadorit gjerman. Për informim para 5 vitesh e ke një dëshmitar të një zyrtari të Ministrisë së Infrastrukturës, kryesisht ke sektori i energjisë, që thot
hapur, thot, ma ka diktuar një person, thot, një oligark,